Kuvendi sot ka konfirmuar dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë Arben Taravari, ndërsa po ashtu janë konstatuar edhe dorëheqjet e zëvendësministrave të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, Flakron Bexheti dhe Ministrës së Mbrojtjes Elfete Ismaili. Nënkryetaria e Kuvendit e Vesna Bendevska sqaroi se sipas rregullorës së punës së Kuvendit, ata kanë të drejtë të shpjegojnë dorëheqjen e tyre, por se nga fillimi i kësaj seance nuk e kanë kërkuar këtë me çka janë konstatuar dorëheqjet. As Taravari dhe as dy zëvendësministrat nuk ishin të pranishëm në seancën e sotme parlamentare për të ushtruar të drejtën e tyre për të shpjeguar dorëheqjen e tyre. Dorëheqjet e funksionarëve të Aleancës për shqiptarët, të cilët kanë mbajtur poste publike, ndodhin për shkak se ASH në krye Taravarin u larguan nga Vleni dhe nga qeveria. Por se a do të japën dorëheqje të gjithë kuadrët e ASH-s mbetet të shifet në ditën e vijim, pasi disa eksponentë të kësaj partie janë shprehur publikisht se nuk e mbështesin vendimin e fundit të marrë nga kryetari i tyre. Ndërkohë, dorëheqje sot ka dhënë edhe koordinatori nacional për implementimin e teknologjive të reja, Bleran Ramadani, i cili është edhe sekretar organizativ i ASH-s. Njëjtë ka vepruar edhe Besim Mehmeti, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti sekretarit shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë.